Shkolla e mesme komunale në Gotin ka organizuar ditë të hapur për semi-maturantët të cilët vinë nga shkollat fillore të komunës së Vrapçishtit. Me këtë rast, semi-maturantët kanë pasur mundësi të njoftohen me hapësira dhe kushtet e shkollës dhe drejtimet që posedon kjo shkollë. Shkolla e mesme e Negotinës ka drejtimet e gjimnazit, ndërsa nga viti i kaluar shkollor funksionon edhe drejtimi i mjekësisë për motër medicinale. Drejtori i shkollës Fatmir Rakipi sqaron se posedojnë kushte dhe staf të mësimdhënësve shumë të mirë. Sot është ditë e hapur në shkollën tonë, gati se është bërë traditë, çdo vit e organizojmë ditën e hapur, ku i informojmë të gjithë semi-maturantët për kushtet të cilat i ofron shkolla jonë, pastaj për drejtimet të cilat i kemi dhe sigurisht nga viti që kaloi e kemi dhe drejtimin e mjekësisë për motër medicinale. Sigurisht nxënësit çdo herë kanë qenë prezent në këto ditë të hapura, por njëkohësisht e shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë drejtorit, falenderoj përfaqësuesit e komunës, kryetarin e komunës, të cilët gjithmonë na kanë përkrahur në këto evente. Për çdo nxënës që do të regjistrohet në shkollën e mesme të Negotinës, sigurohet transport falas dhe vaucher me vlerë 50 euro, të cilat mund të përdoren nga nxënësit për të furnizuar me pajisje shkollore. Edhe kësaj radhe, transporti do të jetë të organizuar nga ana e shkollës dhe gjithashtu përfshihet një voucher prej 3.000 denarëve të cilët mund ta shfrytëzojnë nxënësit për mjete shkollare. Derisa nxënësit njoftoheshin me hapësirat, udhëheqësia e shkollës pati një takim me mësimdhënësit që shoqëronin semi-maturantët, ndërsa për të njëjtit ishte shtruar edhe një koktejl rasti. Ndryshe, shkolla e mesme e fshatit Negotin ekziston që nga viti 1976, ndërsa si shkollë e pavarur funksionon që nga viti 2012.